Theret me thik një 15 vjeçar në Durrës. Paraprakisht mësohet se konflikti ka nisur pas një komenti në TikTok dhe një përballje mes dy gjimnazistëve brenda shkollës dhe ka bërë që adoleshentët të lënë një takim kinsesharimi pas shkollës, i cili përfundoi me përplasje të dhunshme dhe therrje me thik. 14 vjeçari, identifikuar me inicialet M.K, ka goditur me thik 15 vjeçarin E.B, i cili është në gjendje të rëndë shëndetësore dhe ka humbur sasi të konsiderueshme gjaku. Burime nga vendi i ngjarjes bëjnë të ditur se i mituri i plagosur është goditur disa herë me thik nga bashkëmoshatari i tij, të dy nxënës të gjimnazit Dom Nikol Kaçori. Drejtoresha e shkollës shpreh se nuk mund të flasë pasi çështja është nën hetim, por sherri ka ndodhur jashtë shkollës. Nxënësit kanë qenë në mësim një ditë më parë normalisht sipas burimeve nga shkolla. Të dyja palët kanë mbërritur në vendin e takimit të shoqëruar secili me nga 3 deri 4 shok. Fillimisht mes tyre ka nisur një debat me tone të ashpra dhe fyerje të ndërsjellta, por situata është përshkallëzuar shpejt. Në konflikt janë përfshirë rreth 8 gjimnazistë të ndarë në 2 grupe, ku janë përdorur mjete të forta, shkopa bejsbolli dhe armë të ftohta, duke e kthyer skenën në një përleshje të rrezikshme dhe si përfundim edhe plagosje në njërit prej tyre.